platforma apo do t'i referohemi ripërtritja është një proces i gjithanshëm i kësaj partie. Në rastin konkret, komunikimi, roli, hapësirat për antarin dhe mbështetësin e Partisë Demokratike do t'jenë objektivat më të afërta të saj. Pra, janë bërë studime të rëndësishme, janë nxjerrë konkluzione dhe mbi bazën e tyre do të ndodh ajo që ne kemi quajtur ripërtritje, por në rastin konkret partia rikthehet tek antarët, mbështetësit, roli, funksionet, idetë dhe vërtarit e tyre.